Receta e sotme u dedikohet fëmijëve ndaj mama të dashura, shikojeni videon së bashku dhe pse jo ta përgatisni dhe ëmbëlsirën së bashku. Unë këtë ëmbëlsirë përgatit ta mbrëm dhe ua dhash me vete fëmijëve në shkollë. Bëhet fjalë për Kinder Paradiso ose Kinder Parajsa, që nuk ka fëmijë që nuk e preferon këtë ëmbëlsirë. E jeni dhe përgatisim së bashku. Si fillim shkrim sheqerin së bashku me qumshtin, me vajin e lule dielli dhe me ekstraktin e vaniljes, më pas shtojmë vezët, përsëri i përziejmë me telguzhinë dhe në fund fare mielin. Në një enë tjetër rrahim të bardhat e vezëve me pak lëng limoni dhe pak fare krip, derisa të bëhet një shkum që mos të bjerë nga ena. Të gjithë shkumën e përziejmë me masën e përgatitur më parë dhe të gjithë masën pastaj e hedhim në një tepsi që më parë kemi shtruar letër kuzhinë dhe pjekim në 160 gradë për 30 minuta gjithmonë pa e hapur furrën. Ndërkohë që pandispanja është pjekur dhe është ftohur, kam përgatitur kremin me mascarpone dhe me pana për ëmbëlsira dhe me pak ekstrakt vanilje. Nuk i kam shtuar sheqer për arsye sepse dhe pana vetë është e ëmbël. Pandispanjën i kam hequr të gjitha pjesët anësore dhe kam ndarë në mes. Kam bërë mbushjen me kremin qumshtit që përgatita. E kam liveluar mirë, kam shtuar përsipër pjesën tjetër të pandispanjës dhe e kam ndarë në 3 pjesë barabarta dhe këto pjesët pastaj i kam ndarë në 3 këndësha. Dhe siç e shikoni, nuk e di, por nuk i rezistova dot dhe një copë edhe e hëngra. E kam plurosur me sheqer pluhur. Nëse përgatisni, ju bëft të mirë. Mos harroni ta shpërndani me miqtë tuaj. Ciao ciao.